Mirësere dashamirë të sportit në emisionin Shnosh e Mirë. Sot, kam përgatitur 2 ushtrime të shpinës, të cilet ju duhet t'i kombinoni vetëm në palestër, sepse di që tash keni filluar gjithë të shkoni në palestër. Atëherë, së pari do punojmë për pjesën e poshtme të shpinës, duart vendosi lart, mundohu shpinën ta mban drejt, ullë poshtë, ngritu nga lart. Kokën kujdes, mos e ullë poshtë, mbaje lart, nëse ti ke pasqyre pranë vetes, mundohu ta përcjell lëvizje në pasqyre. Frymarrjen, kur ngritemi lart, e lirojmë. Muskujt primar janë muskujt e shpindës poshtë, mirë po, kemi edhe pjesën e poshtme të këmbëve të ndjeshme gjatë kësaj lëvizje. Atëherë, bëjmë 10 lëvizje poshtë lart, ndalu këtu dhe bëri 10 lëvizje të shkurta. Kujdes, në këtë pajisje, lëvizjet të cilat aplikohen gabim që unë i shoh tek shumë fillestar, është kur ata mbajnë pozitën e kështu të kokës dhe të shpinës gabim dhe bëjnë kështu. Kujdes, pra trupi drejt, mbaj kokën lart dhe përcjelle gjithë lëvizjen lart. E bën 10 përsëritje të gjata, 10 të shkurta, pusha, filla pas 40 sekundave në Smith Machine apo në ndonjë mundësi tjetër kur ti mund të mbash me duar dhe të përshon gjithë trupin poshtë. Ngritu lart, poshtë. Koncentro që gjithë lëvizja të tërheqet me muskujt e shpindës. Frymarrjen lart. Këtu bëri 20 përsëritje. Atëherë, këtë kombinoje prap me ushtrimin e parë. Në serinë e dytë, ti mundesh të merr një peshë 5 kg dhe të aplikosh ushtrimin e njëjtë me 10 përsëritje të gjata. Dhe 10 përsëritje të shkurta. Me njëherë vazhdoj me ushtrimin e dytë. Këmbë drejt, lart. Ri lart, pas 10 përsëritjeve, ngadalë rau poshtë dhe vazhdoje përsëri 10. Pra,
ti mund t'i kombinosh këto 2 ushtrime për shpinë. Kaq ishte për këtë emision, shifemi në emisionin e radhës. Gjithat e mirat nga Ungeta.